Kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca thotë se kryetari Miljan Radojčić ka paguar njerëz për të ndërhyrë në zgjedhjet e nënshkurtit. Konjufca thotë se ka veprimtari të disa personave që e konsiderojnë veten struktura e të cilët janë nën kontrollin e Radojčićit. Deklaratat e kryeministit janë të bazuara kryesisht në informata të sakta të institucioneve tona të sigurisë. Ato janë të vërteta dhe të sakta. Një konstatim i tillë nuk mund të bëhet pa bazë. Një konstatim i tillë bëhet vetëm kur është informacioni i saktë i veprimtarisë së personave, të cilët ende paguan nga Radojčići, ende e konsiderojnë veten struktura të cilat janë drejt për drejt në kontrollin e Radojčićit, dhe pastaj ata të konstatuar për institucioneve tona që kanë informacionin e saktë që kanë pasur shumë veprimtari afatgjate gjatë zgjedhjeve, tha ai në një intervistë për TV1. Konjufca dha detaje se si strukturat ilegale serbe i kanë realizuar ndërhyrje gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Gjatë zgjedhjeve kanë pasur veprimtari të llojit të blerjes së votave, shantazhi, kontrolli dhe orientimi i votimit, edhe duke mos përjashtuar edhe këto që ndodhen si lloj sulmesh dhe përdorimi metodave që janë tipike terroriste, siç ishte edhe sulmi në Zveçan. Të gjitha këto janë për me kriju një atmosferë të terrorit, të mosbesimit dhe të friksimit të qytetarëve të Serbisë. Kinse po i bindin ata që dora fort është nga ana e Radojčićit, edhe pse ai është në Serbi, deklaroi ai.